flasim për situatën politike në Maqedoninë e Veriut mes lajmeve prej pasditës së djeshme dhe sot paradite për një largim të mundshëm të ambasadorit Denion Mejtani që ndodhet atje për shkak po sipas këtyre lajmeve që qarkulluan se u doli në krah studentëve hapur, por Ministria e Jashtme zyrtarisht e ka mohuar, megjithatë ha debat dhe diskutim për atë që deklaroi nën rreshtave me mesazhin diplomatik, ndoshta mund të kemi edhe siç thon po zërat të ndryshëm nga Shkupi dhe Tirana një shkëmbim me ambasadorin Petrit Malaj që ndodhet në Kosovë, pra një rokat. Megjithatë për të folur për gjithë situatën kam të ftuar kënaqësinë që të kem ftuar profesorin universitar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tokës, zotin Bashkim Selmani, me cilin e kemi folur edhe herë të tjera për situatën aty. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Profesor, pam protestën e fundit, ju ishit sigurisht i pranishëm aty, pam një numër më të madh të pranishmëve, edhe zëri normalisht dhe mesazhi ishte akoma më i fortë, sigurisht edhe ajo që pasoi me ambasadorin, studentët që erdhën nga Shqipëria por edhe nga Kosova, do thotë që duket sikur nuk ka kthim pas drejt kauzës. Tani ne gjithë si kom shpresojmë përgjegjësimi që vim nga një aspekt historik që vazhdimisht kemi pasur shumë padrejtësi, normal se në kohën bashkëkohore kur vendia kombëtare është shumë e lartë, normal se të gjitha këto shqetësime që po paraqiten aktualisht tani më të rinjët i kuptojnë. Kur bëhet fjalë për situatën aktuale, ne kemi di aspekte në këtë vend, për arsye se mënyra e qasjes, flas për Maqedoninë dhe shqiptarët në vendin e tyre, është aspekti juridik me të cilën ne si kombë nuk mundëm që të jemi pjesë sovrane, për arsye se për të pas barabarta të sigurta duhet të jemi pjesë sovrane. Fatkeqësisht këtu, edhe pse ne si kombë dolëm nga lufta, në aspektin juridik nuk arritëm që të bëhemi pjesë sovrane. Dhe tani, po të ishim pjesë sovrane, do të kishim qasje tjetër dhe nuk do të ishte kjo situatë. Tash ne bëjmë betejën e minoritetit apo pakicës mbas konventave ndërkombëtare dhe këto dy segmente nuk ballafaqohen me njëra tjetrën, sepse gjendja faktike dihet, ne kemi përbërje gjeografike, kemi përbërje historike, ja për shembull Varrezat janë dëshmi e procesisë shtetërore, dhe gjitha këto elemente nuk i njeh aspekti kushtetues. Dhe gjitha këto padrejtësitë që aktualisht ndodhen ndaj kombit shqiptar në Maqedoni, studentët e kuptuan se cili është fajësia, çfarë është realizuar dhe çfarë duhet bërë. Tash edhe me këtë legjislacion si e kemi në përgjithësi, nuk është çështja se e lejon ligji apo nuk e lejon ligji provimin dhe respektimin e gjuhës dhe dinjitetit shqiptar, fatkeqësisht në këtë mes paraqiten labirintet juridike në dhëmendësia nacionalizmit maqedonës, dhe kjo krijon atë lëmshin, edhe shumë vështirë kanë edhe të tjerët për ta kuptuar. Në këtë rast, pra, mesazhi i studentëve ka qenë jashtëzakonisht i arritur qëllimi, po ashtu dhe për kraja. Falenderojmë shtetin shqiptar, Republikën e Kosovës, posaçërisht ambasadorin. Ky ambasador ka luajtur një rol përveç asaj diplomatike dhe politike, ka bërë edhe shumë punë shpirtërore që nuk e njeh historia që një ambasador të ndihet dhe të veprojë ashtu siç ka pasur ndjenjat. Që nga momenti kur ka ardhur ky ambasador është bërë se do të ndrohet i kështu me radhë, asnjë nuk i ka lënë stabil dhe të funksionojë në mënyrën ashtu siç është një drejt dhe siç është ndjenja kombëtare. Gjithatë do të thënë, pa marrë parasysh se mund ndrohen ambasadorët apo jo, ato janë relacionet shtetërore, diplomatike me cilat vendosin vetë shtetet, po veprën e këtij ambasadori dhe kemi vlerësimet tona më të larta. Po, kush nuk e do aty, profesor, se diku ndoshta ka shkelur që u ka prishur punë. Ta ankesa ka pasur dhe nga Vleni për qëndrimin e tij, duke afruar më shumë sipas tyre si dorë zgjatur e BDI-s. Pra sipas tyre nuk ka qenë i njëjti para zgjarkuar. Unë nuk e ndaj
bindjen e atill, për arsye se shumë situata ka me padrejtësitë kombëtare, dhe ai nivelin diplomatik e ka shfrytzuar në mënyrë transparente. Ju shihni çështjen me nxënësit që nuk u lejua shfaqja e veshjes kombëtare kështu me radhë, ai thirrën në ambasadë. Me pa ndalesën e studentëve, ai thirrën në ambasadë. Do me thënë gjithmonë aty ku ka pas situata me të cilën politika maqedonase i ka mohuar, ai ka reaguar në mënyrën më të drejtë, më simpatike të veprimit, po ashtu edhe me një inteligjencë jashtëzakonisht diplomatike. Kjo nuk është mendimi im personal, po është perceptimi i gjithë shqiptarëve. Tani kush mendon se ka faj në aspektin e politikës maqedonase, ajo është mendimi tjetër personal, por si tërësi vlerësimet tona janë më të larta. Mundet të shkohet më tej, profesor, si mendoni? Mund të kërkohet largimi i tij nga aty, nga shkupi zyrtar, apo ai në fakt sigurisht ju detyrën po bën? Po tani unë nuk e di afatin e mandatit, pjesë e parë. E dita këto zëra dje dhe sot janë në qarkullim i sipër. Ka pas një peticion që është hapur. Po sido që të jetë çështja, ne nuk kemi informacione më detale. Ne vetëm mund të flasim për një veprimtari të suksesshme dhe fatkeqësisht Maqedonia është herë e parë të shoh një ambasador që mbron interesit e shtetit nga vendi, sepse në përgjithësi para këtij ambasadorit dhe shumë ambasadorëve të tjerë as që i kemi njohur se kush janë dhe çfarë vepre kanë bërë ata për ne pasur një mendim të mirë. Personalisht flas nga pavarësia e Maqedonisë, kur është pavarësu Maqedonia e Veriut, unë kam qenë student në Republikën e Shqipërisë, dhe do shihni që në ato momente kur a pranu Maqedonia pas një kusht, pas një kriter, dhe ka qenë vendi i parë që ka njohur Maqedoninë, neve kemi qenë atëherë shumë të shqetësuar, edhe e gjithë ajo mirësi që u bë Maqedonisë, ajo vazhdimisht i ka goditur dhe vazhdon të godesë shqiptarë. Dhe të mohoni ju të drejtën e gjuhës, pse e themi ne këtë, se ne nuk kemi asnjë arsye të tolerojmë më 4 komponente të bazë. Ju do shihni në historinë e flamurit kombëtar shqiptar, asnjë komp, asnjë shtet nuk e ka prekur. Ne në Maqedoni me ligj që kemi më të zvogëluar në krahasim në aspektin kushtetues. Do shihni gjuha. Gjuha është e katandisur dhe interpretuar mbas dëshirës së individëve nacionalist me pushtete, siç ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, ta shohim edhe ministrin e drejtësisë, sepse ai i lexon ligjet dhe kushtetutën me interesin e tij dhe dioptrinë e tij nacionaliste. Besoj pa lejen e Mickovskit nuk i bën dot këto. Po pikërisht këto janë procese dhe ngjarjet, diçka tjetër thuhet jashtë, kur janë, do të shihni politikën ose oratorinë maqedonase e thuan Maqedonia e qytetarëve. Kur janë brenda thuan pastër Maqedonia e maqedonasve dhe gjuha e saj kirilik që në shpeshherë nuk ka asgjë të afërt me ne edhe në veprim edhe në ngjarjet e në çështjet që janë drejt për së drejti të caktuara. Mirë, po këtu ne përballemi me mendësi nacionaliste dhe me tolerancën e subjekteve politike shqiptare, të cilat asnjëherë nuk e kanë shfrytzuar atë të drejtë reale apo atë që kemi të gjendjes faktike. Do shihni me decentralizimin që u bë. Shihni gjitha komunat shqiptare janë shumë të ngërfatura, me shumë pak të hira dhe çështje financiare që duhet të zhvillohen komunat, por shohim në aspektin keni kulmuar dhe tek ajo autonomia fiskale për shqiptin e taksave. Do me thënë tash këtu ne kemi goditjen historike. Nuk njihet historia jonë, sepse ne jemi vetëm komp që kemi bërë luftë dhe me luftë kemi humbur identitetin kombëtar dhe figurojmë si përqindje. Pas një shekulli kur të na pyet se dikush a ka pas shqiptar në Maqedoni, do figuroje sigur 20%, si sigur kemi vështirë ne figurat tona historike me Aleksandrin ose me udhëheqës kombit shqiptar, a janë apo s'janë. E njëjtën situatë do vazhdojë edhe në të ardhmen, derisa ne trajtohemi pakicë ose minoritet me komenda ndërkombëtare, edhe faktori ndërkombëtar nuk është i drejtë, për arsye se një gjase tjetër që ka Kosova me 3% kanë të drejtat kolosale. Këtë kjo përplasja, por është neglizhenca e jonë, dhe unë apeloj që subjektet politike shqiptare duhet të ulen
dhe të krijojnë një strategji, të ndajnë rrugën me Maqedonan. E para, premtimi i subjekteve politike shqiptare është bërë që Maqedonia sa më shpejt duhet të aderojë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk ndodhi. Sulmet vazhdimisht vijnë në aspektin gjyqësor, padrejtësi, largimi nga puna. Në Shqipëri, para mendoni ju një ministër kur jep betimin, ai duhet të funksionojë në tërë territorin e shtetit dhe të ndihmojë gjithë qytetarët. Ne kemi par dje 5 inspektorë janë punësuar ose 5 punonjës në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kemi reagime as pak nga subjektet politike shqiptare. Pra këto janë ato çështjet me të cilën është bërë një gabim shumë i madh dhe fatkeqësisht pozitë opozit, shpeshherë edhe pozita aktuale nuk arriti që të mbrojë ato pak të arriturat që ishin bërë në duke sigur e ka futur vlenin në qark Mickovski. Po jo në qark për arsye se u prish prokuroria speciale që dushte të luftoj krimin dhe korrupsionin dhe të kishim komplet një situatë tjetër. U prish elementi i balancerit dhe po balancuesit, i vetë ishte segment që ishte ta themi një semafor veprimi kur maqedonasit dhe shqiptarët ishin pa të drejtë ndikimi, vetëm dushte të plotësohet numri. Nga momenti që u fshi balanceri dhe ky vakum ligjor që akoma nuk është sjellur, me mirë Maqedonas ka të punësuar dhe shumë pak janë shqiptarë. Kur dihet se për Tetovën flasim për komunat tjera. Para mendoni si kur një ministër shqiptar të punësonte 10 inspektorë ose 5 inspektorë në Strumic, Skoçani ose në vende tjera maqedonase pastre etnike. Por edhe korekcia e maqedonasëve nuk është korrekte, sepse ne i pritëm ata të ndrojnë emrin me Greqinë, të ndrojnë të zgjidhin probleme çështje. Shqiptarët ishin ata që futën Maqedoninë e Veriut në NATO. Dhe ne në NATO kemi shkuar me gjuhën zyrtare maqedonase dhe as që njihet gjuha shqipe. Janë disa faktorë me të cilët shqiptarët duhet të krijojnë një strategji dhe nuk e di cilat janë shkaqet që mund vazhdojnë me të jenë pjesë e qeverisë ose si mundemi ne të ballafaqohemi me padrejtësi kolektive dhe vetëm për të plotësuar qofshin ato intereset individuale apo partijake. Nuk është çështja se janë këto subjekte që janë aktualisht në qeveri, por është Maqedonia dhe politika maqedonase që gjithmonë ka krijuar kështu subjekte dhe do të krijojë edhe në të ardhmen që shqiptarët gjithmonë të jenë të përçarë. Dhe kjo përçarja fatkeqësisht na bën neve shumë dëm, si në aspektin politik, si në aspektin ekonomik. Do të shihni që çdo i ditë qytetar është me kredi ose borxhe publike dhe borxhi publik është shumë i lartë me të cilën edhe nuk mund t'i gëzojmë edhe ato të drejtat pak që janë minimale. Prandaj shqiptarët duhet ngrihen zërin, të flasin në një gjuhë, të drejtohen në Bashkimin Evropian, për arsye se fatkeqësia e radhës është se në Maqedoni drejt për së drejti po ndikon ndikimi i sakt dhe këto goditje që po u bëjnë edhe pak të arriturave të shqiptarëve fatkeqësisht vijnë nga Beogradi i Sirdar, me të cilën fatkeqësisht politika shqiptare me dashje apo pa dashje shpeshherë u shërben, sepse e gjithë çështja shqiptare është e trazuar, çështja shqiptare i vijnë nga Athina, Shkupi, Beogradi, Moska dhe Bielorusia. Qose ne këtë katërkëndsh nuk kemi ndjenjë të paktën të minimizojmë të keqen që na vijnë neve, sepse në gjitha format ne jemi të prekur, qoftë në aspektin gjyqësor, aspektin ekonomik, aspektin fetar dhe shumë linja të tjera që në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë të heshtur na ngulfasin dhe ne nga padituria ose nga mos koordinimi fatkeqësisht u ndihmojmë armiqve tanë. Profesor, ju keni qenë me kohë, por edhe tani gjithmonë gjatë gjithë kohës në mbështetje të studentëve. Po pjesa tjetër e intelektualëve, profesor, ju shikoni ka një tërheqje, pra janë për ta thënë gjumë për këtë me qëllim, me vetdije, apo janë të kapur për pjesën shqiptare, kanë fjalën të intelektualëve që ndoshta ky është momenti për të mbështetur studentët edhe kauzën. Unë besoj se në aspektin shpirtëror gjithë shqiptarët e Maqedonisë pa marrë parasysh funksionit ndjem një krenari sepse studentët dhanë shumë mesazhe. Mesazhi i parë ju përgjigjen nacionalizmit juridik maqedonas, sepse shpeshherë ato thonin kushdo më shumë shqip le të shkojë në Shqipëri apo në Kosovë. Organizimi studentar e bëri të kundërtën
e solli Shqipërinë dhe Kosovën në mes shkupit dhe u tregoi se ne nuk largohemi dhe gjuha shqipe, dinjiteti kombëtar do të mbrohet në mënyrë më të mirë të mundshme. E dyta, bëri lirin nga friga. Domethënë, shumicën e rasteve kur frigoheshin shqiptarët për çështje të ndryshme siç ka vepruar aparati shtetëror, ato i liruan nga friga. E dita ato u thanë ndalë ke shpërdorimeve dhe nëse dikush flas për faktorin politik kanë abuzuar, kanë tregtuar vlerat kombëtare, studentët i thanë ndalë tregtisë, ndalë ignorancës dhe po ashtu ju përgjigjen edhe të gjithë shqiptarëve që ato të arritura që nuk kemi mundur ne t'i bëjmë si gjenerat ose si prind, thjesht fëmijët tanë dulën në rrugë. Dhe mua më dhem shumë se ku gabuam ne si shoqëri, pse e sollëm që fëmijët tanë të dalin në rrugë, dhe pse atë të drejtë ne nuk e kemi shfrytzuar më parë, kur dihet se ligji për gjuhën ka kaluar në vitin 2017, pasandej 2019 në fuqi, po ashtu dhe ishte i harmonizuar që drejt për së drejti në gjitha institucionet të respektohet në mënyrë më të mirë të mundshme, u themelua inspektorati për zbatimin e gjuhës, mirë po nga ana tjetër shpeshherë nuk e kemi arritur maksimumin e duhur dhe kjo është një sinjal nga ana e studentëve që ata e kuptuan, më vjen shumë mirë që janë studentët tanë, sepse të gjitha padrejtësitë që u bëhen shqiptarëve nuk u bëhen në aspektin politik, sa u bëhen në aspektin juridik dhe labirintheve juridike, sepse shpeshherë ligjin ata e interpretojnë mbas interesave personale, partijake dhe nacionaliste, dhe studentët e drejtësisë, studentët e rinj të drejtësisë, i kanë kuptuar këto vëshllëqe dhe këto keqpërdorime dhe prandaj drejt për së drejti u drejtohen edhe ministrit të drejtësisë, zotit Filkov, i cili nuk i ka pranuar në bisedime dhe më vjen shumë keq që ai nuk arriti të kuptojë atë mas dhe të marrë mesazhin, dhe ne si kom dhe studentët këtë kërkesë e kanë praktikuar dhe administruar mbi 400 firma, dhe kjo e drejtë do të realizohet, po më vjen shumë mirë që kërkesat e tjera tani më janë zgjeruar dhe kërkohet në tërësi që i gjithë provimet e specializimit, provimit të jurisprudencës, mjekësi, farmaci, ekonomiste, kështu me radhë, licencat që i jepen, dhe në ato fakultete ku është bërë në gjuhën anëtare, edhe specializimet të jepen në gjuhën anëtare. Unë kërkova bashkëbisedim me ministrin e drejtësisë, sepse ai thotë nuk e lejon kushtetuta dhe atë kushtetuta ai interpreton në interesin e tij, por nga ajo kushtetutë dhe nga ai parlament ose nga ai kuvent ka buruar edhe ligji i gjuhëve, i cili është votuar me mbi 65 vota, 66 vota dhe asnjë kundër, dhe ajo vlen për gjithë institucionet lokale dhe institucionet e larta institucionale dhe shtetërore, dhe këtu nuk ka asnjë dilemë takon apo nuk takon kjo drejt. Ajo ligj e ka garantuar dhe këtu nuk bëhet fjalë për barazim e shprehjes së diturisë, po këtu nuk lejohet qasja që të shprehet dituria që ato kanë marrë dituritë shkëlqyera brenda këtyre viteve. Dhe pjesën e dytë që doja akoma më shumë, shpeshherë thuhet se si mund zgjidhet ky problem ne si shqiptar, ja unë i afrohem edhe vetë ministrit të drejtësisë, po edhe subjekteve politike shqiptare, që nuk ka nevojë asnjë ligj dhe asnjë veprim tjetër të ndryshohet dhe të humbet kohë, por mbas komisionit, ku është komisioni aktual për dhënien e provimit të gjyqësorit apo të jurisprudencës, të caktohet edhe një komision plotësues, që do ta udhëheqja unë, sepse i plotësoj të gjitha kushtet, dhe pedagogët tanë që kanë qenë dhe janë pjesë e këtyre institucioneve, dhe më njëherë ne e respektojmë procedurën administrative maqedonase, por studentët mund të shprehen në gjuhën e tyre, dhe kjo është pak problem. Ja, unë jam pedagog, ku ne kemi edhe studentë maqedonas në auditoret tonë, po ne flasim provim kur i marrim edhe në gjuhën maqedonase, edhe pse s'kemi detyrim, sepse gjuha zyrtare është gjuhë shqipe. Dhe prandaj këtu është vullneti i mendësisë maqedonase, me të cilën ne nuk përballemi me ligje me dhe legjislacione, por përballemi
me ligësitë e individëve që shprehin nacionalizëm nëpërmjet interpretimeve ligjore dhe kushtetuese. Dhe prandaj studentët i thonë ndal keqpërdorimeve, studentët i thonë ndal abuzimeve, studentët i thonë ndal keqpërdorimeve të ndryshme si në aspektin ekonomik politik, dhe unë kam shumë bindje dhe gjithë ne do apeloj edhe të subjektet politike shqiptare, sepse ka akuza dhe ndërakuza me subjekteve, thotë kush qëndron pas. Por nëse qëndron pas një subjekt politik shqiptar, atëherë le dale dhe subjekti politik para studentëve. Njëri le të rri pas, tjetër le të rri përpara, dhe të disë bashku të ecëm, sepse gjua është e drejtë kombëtare që prek gjithë kombin në botë. Nuk është personale, nuk është individuale, por e bukur e gjithë kësaj, apeloj edhe tek politika maqedonase, sepse krahas gjuhës maqedonase, po të jetë dhe gjuha shqipe në nivelin e barabartë, vetëm mund të zbukurohet ajo gjuhë që nuk e pranon askush. Dhe ne jemi vetëm që kemi pranuar atë gjuhë, por nuk do të lejojmë asnjëherë që kjo gjuhë të më përkëmbë. Dhe mesazhi ka shkuar edhe faktorit ndërkombëtar, edhe faktorit brendshëm, dhe duhet ta kuptojmë shumë seriozisht, sepse të dalin të rinjët në rrugë, do të thotë se del ardhmëria e shtetit, dhe pikërisht nga ta mvaret se çfarë kahje do të merr Maqedonia më tutje. Profesore, diçka të fundit kam, dihen shqiptarët në Maqedoni të tradhtuar nga Albin Kurti? Po këtu tash nëse merret përbas, kjo ka qenë pjesë historike e subjekteve që shpeshherë edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova, me subjekteve ka ndikime të ndryshme, por ndryshe shumë interesuar se të di shtetet, edhe Kosova edhe Republika e Shqipërisë, kanë detyrime të ndihmojnë. Të paktën aty kur nuk munden të ndihmojnë, mos pengojnë, sepse interpretohet. Unë doja ta kapin në një segment tjetër, sepse shpeshherë kur ka pasur ndërhyrje nga Shqipëria apo nga Republika e Kosovës, gjithmonë politika maqedonase ka reaguar. Por tani sikur ka ndryshuar qasjet dhe kemi dilema tona kush me kë bashkëpunon. Kjo nuk kupton mospasja e një strategjie të përbashkët, dhe kjo thjesht krijon me subjekteve po dhe qytetarëve, sepse ne këto dy shtete i duam të pastra dhe mundeni të ndihmojnë aty ku munden të ndihmojnë, por çdo pjesë tjetër negative nuk besoj që shkon në interesin e qoftë liderëve tanë apo dhe subjekteve të caktuara, sepse tani më këtu në Maqedoninë e Veriut nuk është çështja partijake, por thjesht është e drejta autoktone, dhe kjo nuk kupton që edhe Shqipëria, por edhe Kosova nuk kanë një strategji se si ta mbrojnë kombin në përgjithësi. Unë i përmenda edhe vetë ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, ku ishte edhe zoti Konjufsa, ne jemi vetëm një komb që nuk e dim sa jemi në numër. Dhe nga momentin që dihet në aspektin faktik sa jemi, atëherë edhe të drejtat tona universale do të ishin më të parafërta, sepse ne vetëm duhet marrim shembull. Ju do shihni Greqia i ka 14 pikë kundër Shqipërisë, ndërtimi Veriut e Pirit, marrja e ndikimeve fetare kështu me radhë, po ashtu Serbia i ka qasje, gjithmonë pretendon për të marrë territorin e Kosovës. Maqedonia ka kollaboruar komplet Maqedoninë e Veriut në aspektin kushtetues dhe ligjor, dhe nga ana tjetër ne jo vetëm që nuk kemi mundur të përballemi me këto, por unë besoj që duhet të krijohet një trumb i ri juridik, dhe ne duhet të hapim konteste në aspektin historik, se gjithë ato prona dhe pronësi që janë të shqiptarëve duhet edhe të bëhet kompenzimi, siç është në Naumi ose në vende tjera që drejt për së drejti në aspektin gjeografik, historik, materiale kështu me radhë. Madje ju keni prekur në një bisedë që mund edhe të rikthehet Naumi. Po tash ka di forma. Ne themi në aspektin juridik, kur pala e dëmtuar ka të drejtë dhe detyrim të hap një kontest në aspektin pronësor,
në aspektin publik dhe aspektet që kanë bëjnë drejt për së drejti se kujt i tregon prona dhe pronësia. Prandaj shqiptarët duhet të kenë di vëmendje, flas për gjithë si kom. E para është Vatikani. Komplet historia jonë, prona jonë dhe gjitha kishat që janë Kosovë, janë Shqipëri, janë Maqedoni, ato janë të regjistruar. Dhe shihni Perëndërinë Osmane, ne kemi gjitha tapit që janë pastër shqiptare. Flas nga zona im ku vi unë, në vitin 1428 është bë regjistrimi i popullatës aty, tregon sa vejushi ka pas, sa ka pas frim, bagëti e kështu me radhë, dhe ato dokumente ne duhet të hapim kontest, të paktën si institucione juridike, dhe prandaj shqiptarët kanë probleme juridike të përbashkëta, me të cilën me një veprim ne të drejtohemi gjykatave ndërkombëtare për këtë çështje, të paktën ne nuk duam që të rikthejmë pronat ose pronësitë me shteteve, por të paktën të dimë se pjesa që na takon neve mund na kompenzohet dëmi. Ju shihni Kosova nuk ka një strategji për kompenzimin e dëmit që i bani Serbia që pas lufte e këndej. Këtu në Maqedoni do shihni çështja më problematike është se nga njëra anë shqiptarët i nxjerrin si viktima, si hajdut, nëse nga ana tjetër shohin si kapitalin shtetëror dhe strategjinë ekonomike industriale, shqiptarët posedojnë vetëm 1.9. Pjesën tjetër është pastër menaxhohet nga maqedonasit. Dhe nga ana tjetër publik thuhet se shqiptarët kanë vjedhur e kështu me radhë. Nga ana tjetër shohim se të gjitha ato pronat që janë në nivel shtetëror pikërisht janë të menaxhuar nga maqedonasit dhe kjo përbën pjesën tjetër. Mos harroj edhe një çështje për ne në Maqedoni që është problematike dhe duhet të problematizohet. Ju do shihni se tani Maqedonia ka sillur një ligj për regjistrimin që të mbahet në vitin 2030-31, ku ati i ndan qytetarët në rezident dhe jo rezident, dhe kjo humbën një numër shumë të madh të shqiptarëve. Pasimizimi i Preshevës. Njëjtë situatë dhe mund frigon ajo që shpeshherë mund ndodh që edhe pronat të humbet këtyre qytetarëve dhe e vetmja gjë që aktualisht duhet të alarmohet pikërisht është pjesa me të cilën ne flasim aktualisht, se fshirja e këtyre banorëve autokton të të shndronin në rezident apo jo në rezident, kjo thjesht krijon shumë probleme dhe pjesa aktuale që është përveç regjistrimit, shqiptarët do të jenë detyruar që të ngrenë zërin sepse ka dhe një ndërhyrje tjetër që e bëjnë shërbimet, do të shihni shumë shtetësi kanë ardhur shtetas turq që marrin në Maqedoni, bëhet fjalë me mira. Nga ana tjetër kemi largimin e shqiptarëve dhe ato zaventësohen edhe me shtetësi maqedonase që jepet turqëve dhe kjo gjithë ata janë regjistruar si musliman dhe kjo e prish taborin e të mësishëm të kombit shqiptar. Prandaj them se shqiptarët në Maqedoni duhet të jenë shumë të kujdesshëm edhe duhet t'i lexojnë të gjitha këto shqetësime që vijnë nga jashtë dhe fatkeqësisht nga mos koordinimi neve u ndihmojmë armiqve shqiptar. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, si gjithmonë biseda me ju shumë kënaqësi për çështjen që trajtuam, të jam mirënjohës shumë. Faleminderit, sukses.